Në momentin kur prifti pyeti me zë solemn, a ka dikush ndonjë kundërshtim, salla u mbush me një heshtje të artë. Askush nuk lëvizi derisa një karrige u tërhoq me zhurmë. Vjehra u ngrit në këmbë. Fytyra e saj ishte e zbetë, por zëri i fortë. Unë e kundërshtoj këtë martesë, sepse kjo vajzë nuk është ajo që mendoni. Një murmurim e ftohtë përshkoi të ftuarit. Nusja ndjeu gjakun t'i ngrinte. Çfarë dinte ajo? Çfarë ishte gati të zbulonte para qindra syve? Në atë çast, dasma nuk ishte më fest. Ishte gjysh publik, dhe ajo duhej të luftonte për të vërtetën e saj, ose të humbiste gjithçka. Elira kishte ndëruar këtë ditë që kur ishte vajzë e vogël. Fustani i bardhë, drita që vezullonin mbi tavolinat e zbukuruara me lule të bardha dhe roz të buta. Muzika e lehtë që përhapej si parfum në ajër. Ajo nuk kishte pasur një jetë të lehtë, por kishte pasur gjithmonë një gjë, dinjitetin e saj. Ajo vinte nga një familje e thjeshtë. Babai kishte punuar shofer autobusi gjithë jetën, ndërsa nëna rrobaqepse. Nuk kishin pasuri, por kishin dashuri dhe ndershmëri. Kur u njoh me Arditin, ajo nuk e dinte që ai vinte nga një familje e njohur në qytet, me biznese dhe emër. Ai ishte i sjellshëm, i qeshur, i kujdesshëm, jo arrogant si që kishin paralajmëruar disa, por që në fillim kishte një vështrim që e ndiqte me ftohtësi. Vështrimi i zonjës Merita, nëna e Arditit. Merita ishte grua me prezencë imponuese, e veshur gjithmonë me kostume elegante, me flokë të rregulluara me përpikmëri dhe sy që të analizonin nga kokat e këmbët. Që në takimin e parë ajo kishte buzëqeshur, por buzëqeshja nuk i kishte arritur kur syt. Je shumë e bukur, Elira, kishte thënë ajo. Shpresoj të jesh edhe po aq e denjë. Fjala e denjë kishte rënë sigur në zemrën e saj. Gjatë muajve të fejesës, Merita kishte qenë e sjellshme në publik, por e ftohtë në privat. Komente të vogla, të maskuara si këshilla. Familja jon ka një reputacion për të ruajtur. Martesa nuk është vetëm dashuri, është edhe përgjegjësi. Njerëzit flasin, e di si është qyteti. Elira kishte zgjedhur të mos i jepte rëndësi. Arditi e donte. Ai kishte premtuar se pas martesës do të krijonin jetën e tyre, larg ndërhyrjeve. Dhe tani dita kishte ardhur. Salla ishte plot. Të afërm, miq, biznesmen, njerëz të njohur. Fustani i saj shkëlqente në dritat e sallës. Ajo mbante dorën e Arditit fort, ndërsa prifti vazhdonte ceremoninë. Deri në atë pyetje. A ka dikush kundërshtim? Zëri i Meritës theu ajrin. Unë. Një heshtje e rëndë ra mbi të gjithë. Arditi u kthye i habitur. Mami, çfarë po bën? Merita e mbajti kokën lart. Nuk mund ta lejoj këtë martesë të vazhdoj pa u thënë e vërteta. Elira ndjeu këmbët i dridheshin. Çfarë të vërtete? Merita nxori një zarf nga çanta e saj elegante. Kjo vajzë, tha ajo me zë të lartë, ka një të kaluar që ne nuk e dinim. Ajo ka qenë e fejuar më parë. Dhe jo vetëm kaq, ajo ka marrë para nga familja e atij djali dhe është larguar pa shpjegim. Një murmurim shpërtheu në sallë. Elira u zbe. Kjo është gënjeshtër. Merita ngriti zërin. Kam prova. Arditi e shikoi Elirën me sy të tronditur. Elira. Ajo e ndjeu sikur toka po hapej poshtë saj. Po, ajo kishte qenë e fejuar një herë vite më parë, por kishte qenë një lidhje e shkurtër, e mbyllur me dhimbje. Djali kishte qenë xheloz, posesiv. Ajo ishte larguar për të shpëtuar veten. Parat ishin dhurat për një biznes që nuk u hap kurrë. Ajo kishte tentuar t'i kthente, por familja e tij kishte refuzuar. Unë nuk kam bërë asgjë të turpshme, tha ajo me zë që i dridhej, por me sy të fortë. Kam qenë e fejuar, po, por kjo nuk është krim, dhe parat nuk i kam kërkuar unë. Merita buzëqeshi ftohtë. Pse nuk e the atëherë? Elira heshti për një moment, sepse kishte pasur frikë. Frikë se mos paragjykohej, frikë se mos Arditi mendonte se ajo ishte me të përpara. Arditi u përpoq të kuptonte. Pse nuk ma the? S'doja të humbisja për diçka që ka mbaruar para se të njihja, tha ajo me lot që i mbushnin syt. Salla ishte kthyer në arenë. Të ftuarit shikonin, disa përshpëritnin, disa tundnin kokën. Por papritur, babai i Elirës u ngrit në këmbë. Vajza ime mund të mos vi nga një familje e pasur, tha ai me zë të fortë, por ajo ka karakter. Dhe nëse dikush këtu mendon se e kaluara e saj është turp, atëherë turpi është i atij që gjykon. Një heshtje tjetër ra. Merita shtrëngoi buzët.
Unë vetëm po mbroj djalin tim. Elira nuk ka nevojë për mbrojtje, tha Arditi më në fund, duke kapur dorën e saj. Ajo ka nevojë për besim. Ai u kthye nga ëma. Mami, nëse ke prova për mashtrim, tregoi. Por nëse kjo është thjesht e kaluara e saj, atëherë nuk ka asgjë për të gjykuar. Merita hapi zarfin. Brenda kishte disa kopje mesazhesh të vjetra, të nxjerra jashtë kontekstit. Fjalë që dukeshin sikur flisnin përpara, por mungonte pjesa tjetër, kërcënimet, kontrolli, frika që ajo kishte përjetuar. Elira e ndjeu se duhej të fliste, jo për të shpëtuar martesën, por për të shpëtuar veten. Ajo mori frym thellë. Po, kam qenë e fejuar. Po, kam marrë para që më janë ofruar për të hapur një biznes. Por kur kuptova se ai njeri donte të më kontrollonte, u largova. I kam ofruar t'i kthej parat. Kam mesazhet, kam dëshmi. Ajo nxori telefonin nga çanta e vogël e bardhë. Gishtat i dridheshin, por zëri jo më. E vërteta ime nuk është e përsosur, por është e pastër. Salla po e dëgjonte tani. Merita u duk për një çast e pasigurt. Elira vazhdoi, nëse Arditi zgjedh të mos martohet me mua për shkak të së kaluarës sime, unë do ta pranoj, por nuk do të lejoj të më quajnë mashtruese. Arditi e shikoi gjatë. Në sytë e tij nuk kishte më dyshim. Kishte luftë mes dashurisë dhe presionit të familjes. Ai u kthye nga prifti. Ceremonia vazhdon. Një pshertim e përbashkët përshkoi sallën. Merita ul ngadalë, por sytë e saj ishin ende të ftohtë. Kjo betejë nuk kishte mbaruar. Elira e dinte. Edhe nëse sot do të martohej, ajo do të duhej të luftonte për respekt çdo ditë. Por ajo kishte bërë zgjedhjen e saj. Të mos fshihej më. Dhe për herë të parë nuk kishte frikë. Ceremonia vazhdoi, por atmosfera nuk ishte më ajo e një feste të lehtë të gëzueshme. Ishte ngarkuar e rëndë si ajri para një stuhje. Megjithatë, kur Arditi tha po, me zë të qartë dhe të vendosur, diçka ndryshoi. Nuk ishte vetëm një përgjigje ndaj priftit. Ishte një deklarat përpara të gjithëve. Elira e ndjeu atë po si një mburoj rreth zemrës së saj. Kur ajo tha po, zëri i saj nuk u drodh. Nuk ishte më vajza që kërkonte të pranohej. Ishte një grua që kishte zgjedhur të qëndronte në këmbë përballë turpit publik dhe të mos thyhej. Duartrokitjet shpërthyen, por jo të gjitha ishin të ngrohta. Disa ishin formale, disa të detyruara, disa thjesht për të mbuluar tensionin. Merita nuk duartrokiti. Në momentin që ceremonia mbaroi dhe muzika filloi të luhej më fort, të ftuarit u shpërndan nëpër tavolina. Disa afroheshin për t'i përqafuar, të tjerë për të dhënë urime të shpejta dhe për t'u larguar me sy që kërkonin thashetheme. Elira ndjeu që çdo përqafim kishte një peshë tjetër. Disa ishin të sinqertë, disa ishin të mbushur me kuriozitet. Mos u mërzit, njerëzit flasin, i përshpëriti shoqja e saj më e ngushtë, Ina. Nuk jam e mërzitur, tha Elira, edhe pse zemra i rrite fort. Jam e lodhur, por lodhja nuk ishte fizike, ishte emocionale. Të luftosh për të vërtetën tënde përpara qindra njerëzve të lodh më shumë se çdo betejë tjetër. Arditi u përpoq të sillte normalitet. Ai kërceu me të, buzëqeshi për fotografit, ngriti gotën për dolli. Por Elira e njihte. E njihte mjaftueshëm për të parë se mendja e tij nuk ishte plotësisht aty. Ai po mendonte për nënën e tij. Dhe kjo e lëndoi më shumë se akuza. Pas orës së parë të festës, Merita u afrua tek tavolina e çiftit. Lëvizjet e saj ishin të qeta, elegante, por tensioni në ajër ishte i dukshëm. Duhet të flasim, tha ajo me zë të ulët. Arditi u ngrit menjëherë. Mami, jo sot. Pikërisht sot, u përgjigj ajo. Sepse sot fillon gjithçka. Elira u ngrit gjithashtu. Nëse keni diçka për të thënë, thuajeni këtu. Merita e pa drejt në sy. Unë nuk e bëra këtë për t'ju turpëruar. E bëra sepse e dua djalin tim. Duke më quajtur mashtruese, pyeti Elira qetë. Nuk të quajta mashtruese, tha Merita. Thash që nuk ishe e sinqert. Ka dallim. Merita heshti për një moment. Po, mashtruesi gënjen për të përfituar. Ti fshehe diçka që e dija se do të kishte pasoja. E fsheha sepse e dija që do të paragjykohej, tha Elira. Dhe ja ku jemi. Arditi ndërhyri. Mjaft. Nuk do ta diskutojmë këtë këtu. Por Merita nuk ishte grua që tërhiqej lehtë. A e di ti, ju drejtua ajo Arditit, se familja e atij djali ende flet për këtë histori. Se thon që ajo i përdori.
Se reputacioni ynë do të përlyhet nëse kjo bëhet temë. Elira ndjeu një djegje në kraharor. Reputacioni nuk ndërtohet mbi heshtje, por mbi të vërtetë. Merita e shikoi me një përzierje sfide dhe habie. Ti je e fortë, nuk ta mohoj, por forca nuk mjafton për të qenë pjesë e kësaj familjeje. Çfarë duhet atëherë? Pyeti Elira. Besim absolut, transparencë, dhe mbi të gjitha, pastërti. Fjala pastërti ra sërish si në takimin e parë, si një gjykim i heshtur për klasën, për të kaluarën, për origjinën. Elira buzëqeshi lehtë. Unë nuk jam produkt për të certifikuar. Arditi mori dorën e saj. Mami, unë e zgjodha, me gjithçka që është dhe ka qenë. Merita u tërhoq pak. Atëherë shpresoj të mos pendohesh. Pas mesnate, festa filloi të shpërndahej. Muzika u bë më e qetë. Disa të ftuar ishin larguar herët, të tjerë qëndruan deri në fund. Kur mbetën vetëm familjarët më të afërt, tensioni ishte ende aty, si një hije që nuk largohej. Në dhomën e vogël pas sallës, Elira hoqi këpucët me taka dhe ul për pak qaste. Arditi hyri pas saj. Jam i lodhur, tha ai. Edhe unë. Ai u ul pranë saj. Heshtja mes tyre nuk ishte e rehatshme. Pse nuk ma the? Pyeti ai më në fund, jo me zemërim, por me dhimbje. Elira e pa drejt. Sepse kisha frikë. Prej meje. Prej gjykimit. Prej krahasimit. Prej asaj ndjesie që unë jam gjithmonë ajo që duhet të provoj veten. Arditi mori frymë thellë. Unë nuk do të kisha gjykuar. E di, por unë jam mësuar të mbrohem para se të sulmohem. Ai e kuptoi atëherë se kjo nuk ishte vetëm për një fejes të vjetër. Ishte për gjithë jetën e saj, duke u ndjerë se duhet të ishte perfekte për të pranuar. Ne duhet të fillojmë pas sekrete, tha ai. Jam dakord, tha ajo, por edhe ti duhet të vendosësh kufi. Ai e pa me habi. Çfarë do të thuash? Unë nuk mund të luftoj çdo ditë me nënën tënde për të drejtën për të qenë gruaja jote. Fjalët e saj ishin të qeta, por të forta. Ai heshti, dhe ajo e kuptoi se kjo ishte betejë e vërtetë. Jo e kaluara, e ardhmja. Disa ditë pas dasmës, historia filloi të përhapej në qytet. Mesazhe anonime. Thashe theme në rrjete sociale. Një postim i paqartë që fliste për një nuse që mashtron familje të pasura. Elira e pa postimin dhe ndjeu një therrje të ftohtë. Nuk kishte emër, por të gjithë e dinin. Ajo mund të heshte, mund të priste që stuhia të kalonte, por këtë herë ajo zgjodhi ndryshe. Ajo shkroi një postim publik, pa akuza, pa dram, vetëm të vërtetën. Ajo tregoi historinë e saj, pa emra, pa turp, pa viktimizim. Tregoi se si ishte larguar nga një lidhje toksike, si kishte tentuar të kthente parad, si kishte zgjedhur të mos e mbante më barën e heshtjes. Postimi u shpërnda, komentet ishin të përziera, disa e mbështesnin, disa e gjykonin, por për herë të parë narrativa nuk ishte vetëm ajo e Meritës, ishte edhe e saj. Arditi e lexoi postimin dhe e pa ndryshe, jo si një histori që duhej fshehur, por si një provë force. Merita nga ana tjetër u tërbua. A e kupton çfarë ke bër? I tha ajo djalit në telefon. E ke bër publike. Jo, tha Arditi qetë. E ka bër njerëzore. Kjo nuk është mënyra si funksionon bota jon. Atëherë ndoshta duhet të ndryshoj. Për herë të parë, ai nuk fliste si djali i saj, por si burri i Elirës. Një javë më vonë, familja e ishte fejuarit e Elirës kontaktoi. Jo për ta sulmuar, por për të konfirmuar versionin e saj. E vërteta është që djali ynë ishte i gabuar, tha babai i tij në një mesazh privat. Ne e dim këtë, dhe nuk kemi pretenduar kurrë se ajo na detyrohej. Ky mesazh ishte prova që Merita pretendonte se kishte. Kur Arditi ja tregoi nënës së tij, ajo mbeti pa fjalë. Nuk e dija, tha ajo më në fund. Sepse nuk pyete, tha ai. Merita u ul ngadalë në koltuk. Për herë të parë, ajo duke jo si grua e fortë, por si nënë e friksuar. Unë kam parë martesa të shkatërohen nga gjëra që fshihen, tha ajo me zë të ulët. Nuk doja që djali im të vuante. Elira nuk është armiku yt, tha Arditi. Ndoshta për herë të parë, Merita e kuptoi se betejë që kishte nisur në dasmë nuk ishte kundër një nuseje. Ishte kundër frikës së saj. Një mbrëmje, Merita kërkoi të takonte Elirën vetëm. Në fillim, Elira hezitoi, por pastaj pranoi. Ato u ulën përballë njëra tjetrës në një kafene të qetë.
Nuk erdha të kërkoj falje, tha Merita drejt për drejt, por erdha të kuptoj. Elira e vështroi me qetësi. Çfarë doni të kuptoni? Pse nuk luftove më herët? Pse le që historia të vinte deri në dasmë? Elira mendoi për një moment. Sepse jam lodhur duke luftuar për të besuar. Nganjëherë mendon se dashuria mjafton. Se e kaluara nuk ka nevojë të hapet nëse nuk është më pjesë e jetës tënde. Merita e shikoi gjatë. Unë jam rritur në një botë ku gabimet nuk falen, tha ajo më në fund. Ku gratë gjykohen më fort se burrat. E di, tha Elira butë. Prandaj nuk dua të jem pjesë e atij gjykimi. Një heshtje gjatë ra mes tyre. Ti nuk je e dobët, tha Merita më në fund. Dhe ndoshta unë reagova nga frika. Elira buzëqeshi lehtë. Frika bën zhurmë. E vërteta jo. Merita nuk buzëqeshi, por për herë të parë sytë e saj nuk ishin të ftohtë. Në shtëpinë e re, Elira dhe Arditi filluan të ndërtonin rutinën e tyre. Jo perfekte, por reale. Ata folën më shumë, pa frikë, pa maska. Dasma e tyre nuk do të kujtohej si një përrallë e qetë, por si dita kur e vërteta u testua dhe nuk u thye. Elira e kuptoi se lufta për të vërtetën nuk përfundon me një fjalim në altar. Ajo vazhdon në përditshmëri, në zgjedhjen për të mos heshtur, në vendosjen e kufive, në refuzimin për të turpëruar për të kaluarën. Dhe ajo ishte gati, sepse këtë herë nuk po luftonte për të bindur të tjerët, po luftonte për veten. Dhe kjo ishte betejë që ia vlente. Ditët pas dasmës sollën sfida të reja. Por tani Elira dhe Arditi i përballonin ato së bashku. Megjithatë, ndonse shoqëria dhe qyteti dukeshin të qetë. Vërtetësia që Elira kishte treguar filloi të shpërndahej si val. Njerëzit ende flisnin, por jo me të njëjtën gjykim. Disa e respektonin, disa e kritikonin, por ajo nuk ndjeu më frikë. Për herë të parë, ajo po jetonte sipas rregullave të veta. Një mbrëmje, ndërsa rinin në balkonin e shtëpisë së tyre të re. Arditi i mori dorën dhe e shikoi në sy. Ke ndryshuar gjithçka, Elira. Nuk është vetëm se folën të tjerët. Ti ndryshove mënyrën se si ne jetojmë jetën tonë. Elira buzëqeshi. E vërteta ka këtë fuqi. Nuk e ndreq botën e të tjerëve, por ndreq botën tënde. Por sfida më e madhe ende vinte nga Merita. Ajo nuk e kishte pranuar tërësisht humbjen e kontrollit. Dhe kishte vendosur të testonte kufijtë e nusës së re në mënyra të vogla, të fshehta. Një koment i ftohtë për një fustan, një sugjerim për një ngjarje familjare, një vështrim që kërkonte të shqyrtonte çdo veprim. Elira mësoi të mos reagonte menjëherë. Ajo kuptoi se kjo nuk ishte betejë e saj personale. Ishte prova se sa e fortë mund të ishte në botën ku kritika dhe paragjykimet janë të pranishme. Ajo filloi të vendoste kufi me respekt dhe qetësi, pa nevojën për të kundërshtuar çdo herë. Një ditë, Merita i ofroi një mundësi të çuditshme. Do të organizoj një mbrëmje familjare, tha ajo, ku do të jemi të gjithë bashk, dhe dua që ti të jesh pjesë e saj, jo vetëm e pranueshme, por aktive. Elira mendoi për një moment. Ishte një provë, natyrisht, por gjithçka që kishte kaluar e kishte mësuar se refuzimi ose mosveprimi nuk do të ndihmonte. Ajo pranoi. Në atë mbrëmje, ndërsa të gjithë ishin ulur rreth tryezës së bukur, Elira foli me siguri dhe respekt për çdo temë që u hap. Jo vetëm që fitoi respektin e të afërmve të Arditit, por gjithashtu shikoi në sytë e Meritës dhe pa një ndryshim subtil, një pranim të heshtur se kjo nuse nuk mund të thyhej më. Me kalimin e kohës, marrëdhënia mes Elirës dhe Meritës evoluoi nga sfida në respekt. Ata nuk u bën shoqe të ngushta, por një kuptim i heshtur i forcës dhe ndershmërisë së njëra tjetrës u krijua. Elira e dinte tani diçka që nuk ishte ditur më parë. Betejë më e madhe nuk është për të fituar aprovimin e të tjerëve, por për të qëndruar besnike ndaj vetes, për të luftuar për të vërtetën dhe për të mos lejuar që e kaluara ose frika e dikujt tjetër të përcaktojë jetën tënde. Çdo sfidë, çdo vështirësi, çdo koment i fshehtë, të gjitha ishin pjesë e një mësimi më të madh. Dhe Elira nuk ishte vetëm nuse e Arditit, por një grua që kishte gjetur fuqinë e saj. Në fund, ajo kuptoi se dashuria nuk është vetëm për të ndarë lumturinë me dikë tjetër. Është edhe për të gjetur kurajën për të thënë: "Kjo jam unë, dhe nuk do të dorëzohem." Në këtë pikë, historia e Elirës nuk përfundon me një përballje dramatike, por me një transformim të brendshëm, një nuse që ka mësuar se betejat më të mëdha nuk janë gjithmonë përballë të tjerëve, por brenda vetes, duke qëndruar e pastër, e fortë dhe e pakompromis.
Jeta e përbashkët e Elirës dhe Arditit filloi të marrë formë me rutinën e tyre të re. Nuk ishte perfekte, por ishte reale, e ndërtuar mbi respekt, dashuri dhe komunikim të hapur. Ata shpesh flisnin për gjithçka, nga punët e përditshme tek ëndrat e mëdha. Dhe Elira ndjeu se për herë të parë kishte një partner që e shikonte dhe e dëgjonte për te çdo paragjykimi. Megjithatë, sfidat nuk mungonin. Merita, pavarësisht transformimit të saj të ngadalt nga frika në respekt, vazhdonte të testonte kufijtë e nuses së re në mënyra të fshehta. Një koment ironik për shpenzimet, një sugjerim i holl që synonte të nënvlerësonte vendimet e Elirës, apo një kritike maskuar për zgjedhjet e stilit të jetës së saj. Por tani Elira kishte mësuar të mos reagonte menjëherë. Ajo kuptoi se reagimi emocional do t'i jepte vlerë veprimeve të tjerëve. Në vend të kësaj, ajo përgjigjej me qetësi, vendosmëri dhe respekt, duke ruajtur hapësirën e saj dhe duke treguar se nuk do të toleronte manipulime ose kontroll. Një nga provat më të mëdha erdhi kur Merita organizoi një udhëtim familjar, një ngjarje ku do të ishin të gjithë të afërmit e Arditit. Në fillim, Elira ndjeu një tension të fshehur. A do ta pranonte vërtet Merita si pjesë të familjes? Apo ishte vetëm një tjetër test i aftësisë për t'u përshtatur? Gjatë udhëtimit, Elira tregoi durim dhe inteligjencë emocionale. Ajo ndihmoi në organizimin e aktiviteteve, përshëndeti të gjithë me respekt, dhe në çdo moment tregoi forcë pa u imponuar. Shumë nga të afërmit e Arditit mbetën të impresionuar. Dhe edhe Merita nuk mund të fshehë habin. Për herë të parë, ajo e pa Elirën jo vetëm si nuse e djalit të saj, por si një grua e pavarur dhe e fortë, e aftë të marrë vendime të mençura dhe të qëndrojë mbi çdo situatë pa humbur dinjitetin. Pas këtij udhëtimi, marrëdhënia mes tyre filloi të ndryshonte gradualisht. Nuk ishte miqësi e menjëhershme, por një lloj kuptimi i heshtur dhe respekti për vendosmërinë e njëra tjetrës. Merita mësoi të mos ndërhyj pa ftuar, dhe Elira mësoi të trajtojë çdo sfidë me qetësi, duke ruajtur marrëdhënie me Arditin dhe duke ruajtur vetveten. Në shtëpinë e tyre, çdo ditë ishte një mundësi për të ndërtuar dhe konsoliduar besimin. Ata diskutonin planet për të ardhmen, ndanin përgjegjësi dhe mbështesnin njëri tjetrin përmes çdo sfide. Elira e kuptoi se dashuria nuk mjafton vetëm për të qëndruar së bashku. Duhet të bashkëjetosh me respekt, të vendosësh kufi dhe të mos lejojesh kur të tjerët të përcaktojnë vlerën tënde. Një nga momentet më të fuqishme erdhi kur Elira dhe Arditi vendosën të hapnin një projekt të përbashkët social, një iniciativë për të mbështetur vajzat e reja që hasin paragjykime të ngjashme ose sfida familjare. Elira përdori përvojën e saj për të frymëzuar të tjerët, duke e kthyer historinë e vështirë të dasmës në një mjet për të ndihmuar të tjerët. Në këtë pikë, ajo kuptoi diçka thelbësore. Betejë e saj nuk ishte të bënte vetëm me të kaluarën ose me një vjeher sfiduese. Ishte për të mësuar se si të qëndroshe fort dhe vërtet përballë çdo pengese, duke ruajtur integritetin dhe dashurinë e saj. Në fund, jeta e tyre bashk nuk ishte përrallë e qetë, por ishte një histori reale e guximit, ndershmërisë dhe forcës. Çdo sfidë e kaluar kishte bërë që Elira të kuptonte se fuqia më e madhe që një grua mund të ketë është të njohë veten, të qëndrojë e pastër dhe të luftojë për të vërtetën, pa frikë dhe pa kompromis. Dashuria me Arditin u bë baza e kësaj force, por nuk e zëvendësoi atë. Ajo e forcoi atë. Dhe në çdo hap të jetës së tyre, Elira e dinte që betejë më e madhe, ajo për të qëndruar besnike ndaj vetes, ishte gjithmonë në duart e saj, dhe ajo nuk kishte ndërmend të dorëzohej kurrë. Në këtë mënyrë, historia e nuses që përballoi vjehrën dhe gjykimet e qytetit u kthye në një shembull të fuqishëm. Se guximi, transparenca dhe qëndrimi mbi të vërtetën janë gjithmonë më të fuqishme se çdo akuzë, paragjykim ose frikë dikujt tjetër.